Në vitin 1979, Japonia besonte se kishte gjetur një zgjidhje për një problem serioz. Në ishullin Amami Oshima, një zjarr për vdekjeprurës, i njohur zakonisht si Habu, kishte shkaktuar frikë për vite me radhë. Ky zvaranik helmues terrorizonte fshatrat, kafshonte fermerët që punonin në arat e tyre, friksonte fëmijët që ktheheshin në shtëpi dhe dërgonte qindra viktima çdo vit në klinika të mbipopulluara. Diçka duhej bërë dhe shpejt. Autoritetet dolën me atë që dukej si një ide e guximshme dhe praktike. Ata vendosën të lironin një grabiçar natyror në ishull për të kontrolluar popullatën e gjarprinjve. Plani i tyre ishte i thjeshtë, të futnin një kafshë që vret gjarprinj dhe rreziku duhej të ulej. Dukej logjike, pothuajse si të fusje një mace në një shtëpi të pushtuar nga mijt. Megjithatë, rreth 25 vjet më vonë, kjo zgjidhje u zhderua në një katastrofë ekologjike të papritur. Amami Oshima është një ishull subtropikal në jug të Japonisë, i njohur për jetën e egër unike. Ai është gjithashtu shtëpia e njërit prej gjarprinjve më të rrezikshëm të vendit, në përkës Piton Habu. Ky gjarpër zakonisht rritet mbi 1 metër në gjatësi. Ai lëviz shpejt, sulmon me pak paralajmërim dhe helmi i tij mund të shkaktojë dëmtime të rënda. Në disa raste, kafshimet e tij janë fatale. Në atë kohë, kafshimet nga Habu ishin relativisht të zakonshme, veçanërisht në zonat rurale. Dhjetra deri në qindra njerëz u kafshuan në rajonin Okinawa Amami gjatë asaj periudhe. Shumë banor jetonin në frikë të vazhdueshme dhe jo pa arsye, sepse gjarprinjt ishin të përhapur në të gjithë ishullin. Ndihma mjekësore ekzistonte, por nuk ishte gjithmonë efektive. Antihelmi kërkon ruajtje në të ftohtë dhe akses të duhur spitalor. Nëse dikush kafshohej në një zonë të largët, trajtimi shpesh vonohej për shkak të infrastrukturës së dobët dhe vështirësive logjistike. Izolimi i ishullit dhe popullsia e shpërndar e bënin reagimin e shpejt mjekësor jashtëzakonisht të vështirë. Si rezultat, vonesat në trajtim ishin ndonjëherë shkak dytësor i vdekjes, kur antihelmi nuk mbërrinte në kohë. Me që transformimi i sistemeve mjekësore dhe infrastrukturore të ishullit në shkallë të gjerë nuk ishte realist, njerëzit filluan të mendonin për një zgjidhje biologjike. Pyetja ishte e thjeshtë: a mund të përdori një armik natyror i Habut për të kontrolluar popullatën e tij? Ata besuan se e kishin gjetur përgjigjen te mangusta e vogël indiane, e njohur gjithashtu si mangusta aziatike. Kjo kafshë njihet mirë për aftësinë e saj për të sulmuar dhe vrarë gjarprinj. Megjithatë, ajo nuk është një gjuetare e specializuar e gjarprinjve dhe ushqehet edhe me shumë kafshë të tjera. Megjithatë, shumë kush besonte se futja e saj në ishull do ta zgjidhte problemin. Rreth vitit 1979, eksperimenti filloi. Të dhënat tregojnë se rreth 30 mangusta u liruan në Amami Oshima. Njerëzit ishin plot shpresë, veçanërisht ata që kishin jetuar për vite me radhë në frikë nga Habu. Ajo që askush nuk e kuptoi atëherë ishte se sa larg do të ishte realiteti nga teoria fillestare. Në fillim, plani dukej i zgjuar, por sapo mangustat filluan të bredhin në përpyje, mangësitë u bën të dukshme. Një gabim i madh ishte sjellja. Mangustat janë aktive gjatë ditës, ndërsa gjarprinjt Habu janë kryesisht aktiv natën. Kjo do të thoshte se ata rrallë takoheshin me njëri tjetrin. Në vend që të gjuanin gjarprinj, mangustat u përqendruan te ajo që ishte më lehtë për t'u kapur. Kjo përfshin të gjitarë të vegjël, bretkosa, insekte dhe kafshë të tjera vendase. Si rezultat, popullata e gjarprinjve nuk u ul në asnjë mënyrë domethënëse. Situata u përkeqësua edhe më shumë për shkak të aftësisë së lartë përshtatëse të mangustës. Brenda vetëm disa vitesh, numri i tyre shpërtheu. Deri në vitin 2000, popullata ishte rritur nga disa dhjetra kafshë në rreth 10.000. Ky nuk ishte lajm i mirë për ishullin. Banorët vendas u zhgënjyen
veçanërisht sepse kafshimet nga gjarprind nuk u zhdukën papritur. Shkencëtarët më vonë shpjeguan se plani dështoi sepse cikli natyror i aktivitetit të mangustës nuk përputhej me atë të habut. Ai dështoi gjithashtu sepse mangusta nuk është një specialiste e vërtet e gjarprinjve. Edhe pse mund të luftojë gjarprinj, ajo nuk varet prej tyre si burim kryesor ushqimi. Kjo duhej të ishte marrë parasysh përpara se kafshët të futeshin në ishull. Në atë kohë, qëllimi kryesor ishte të ulej kërcënimi nga gjarprinjt sa më shpejt që të ishte e mundur. Ndikimi afatgjat mbi ekosistemin e ishullit nuk u mor plotësisht parasysh. Nga fundi i viteve 1980 dhe gjatë viteve 1990 u bë e qartë se projekti Mangustës jo vetëm që kishte dështuar, por kishte krijuar edhe një problem të ri dhe serioz. Amami Oshima është shtëpia e shumë specieve të ralla që nuk gjenden askund tjetër në tokë. Këto kafsh u zhvilluan në izolim për mijëra vjet dhe nuk ishin pasur kurrë nevojë të përballeshin me grabiqar gjitar si mangusta. Ardhja e papritur e këtij gjuetari të ri ushtroi një presion të madh mbi një ekosistem tashmë të brisht. Ky ekuilibër ndryshoi sapo mangustat u përhapën nëpër ishull. Një nga viktimat e para dhe më të pambrojtura ishte lepuri i Amamit. Shpesh i përshkruar si një fosil i gjallë, ai ishte nga speciet më të vjetra të lepurit në botë. Ai riprodhohet ngadalë dhe bën folet në strofulla nën tokë, gjë që e bëri një prej të lehtë për mangustën e shkathët. Së shpejti, popullata e tij ra ndjeshëm dhe specia filloi të shkojë drejt rrezikimit. Edhe zogjt vuajtën. Shpendi Amami Woodcock, një zog i rrallë që folezon në tokë, u bë një tjetër shënjestër e lehtë. Vezët dhe zogjt e tij qëndrojnë në dy shemen e pyllit, duke i lënë të ekspozuar. Shumë prej tyre u hëngrën, duke dobësuar edhe më tej popullatat tashmë të brishta të faunës së ishullit. Dëmi nuk u ndal me kaq. Zvaranikët dhe amfibët u prekën gjithashtu rënd. Betkosa si ajo e Amami Ishikawas, së bashku me specie të tjera që gjenden vetëm në ishull, u gjuajtën në mënyrë agresive. Ndërsa këto kafshë u zhdukën, pasojat u përhapën në të gjithë ekosistemin. Me më pak lepuj, bimësia në disa zona filloi të rritej pa kontroll, gjë që ndryshoi komunitetet bimore dhe strukturën e ishullit. Edhe pse kjo nuk u dokumentua në detaje në atë kohë, është arsyeshme të supozohet se këto ndryshime ndikuan edhe popullatat e zogjve dhe betkosave, ndërsa numri i insekteve u rrit. Çdo specie që mungonte dobësonte një hallk tjetër në zinxhirin ekologjik, duke destabilizuar ngadalë ekuilibrin natyror të ishullit. Ajo që ishte menduar si një zgjidhje thjesht për një problem, u zhdërua në një seri problemesh të reja dhe shumë më serioze. Nga vitet 1990, shkencëtarët filluan të japin alarmin. Studimet treguan se mangustat ishin përhapur shumë përtej zonave ku ishin liruar fillimisht. Në të njëjtën kohë, popullatat e kafshëve vendase të rrezikuara vazhduan të bien, dhe në shumë raste, rënja po ndodhte me shpejtësi. Meqense kaq shumë specie të Amami Oshimas nuk ekzistojnë askund tjetër në botë, humbja e tyre në këtë ishull do të thoshte humbje përgjithmonë. Konservacionistët filluan ta përshkruanin situatën si një krizë globale të përqendruar në një cep të vogël të Japonisë. Lepuri i Amamit në veçanti u bë simboli i asaj që ishte në lojë. Mbrojtja e tij nuk ishte të bënte më vetëm me shpëtimin e një specie, por me ruajtjen e një pjese unike të historisë natyrore. Ndërkohë, gjarprinj tabu ishin ende të pranishëm, por tani një kërcënim edhe më i madh kishte dalë nga vetë kafsha që ishte futur për t'i kontrolluar ata. Me afrimin e 100 vjeçarit të ri, Amami Oshima nuk po përballej vetëm me një grabiqar të rrezikshëm, ishulli po përballej me një pushtim biologjik në shkallë të plotë. Gjatë fundit të viteve 1990 dhe fillimit të viteve 2000, popullata e mangustës u rrit me një ritëm të jashtëzakonshëm.
Brenda vetëm 2 dekadash, këto kafsh u përhapën në pjesën më të madhe të ishullit, duke krijuar atë që biologët e përshkruan si një krizë serioze të një specie pushtuese. Edhe vetë studiuesit u habitën nga shpejtësia me të cilën popullata u shtua. Pak kush e kishte pritur që mangusta të përshtatej dhe të shëmoi kaq me sukses. Së shpejti, edhe banorët e vunë re ndryshimin. Zonat pyjore që dikur ndieshin të gjalla me faunë vendase u bën më të heshtura. Edhe pse qarprin tabu mbeten ende të rrezikshëm, fshatarët filluan të flisnin, po aq shpesh, për grabiçarin e ri që endej në përtokat e tyre. Raportet qeveritare filluan të pasqyronin seriozitetin e situatës. Biologët palajmëruan se nëse nuk merreshin masa së shpejti, disa nga specit vendase të ishullit do të zhdukeshin për gjithmonë. Për herë të parë, zyrtarët pranuan hapur se projekti i mangustës kishte dështuar. Në vend që të kujtoj si një zgjidhje e guximshme, tani shihej si një nga gabimet ekologjike më serioze të vendit. Situata gjithashtu ndau opinionin lokal. Nga njëra anë, disa banorë ende besonin se mangusta ndihmonte në kontrollin e minjve dhe ofronte një ndjenjë sigurie. Nga ana tjetër, humbja e faunës vendase ishte e pamundur të injorohej. Dhe shkencëtarët vazhdonin të ushtronin presion për veprim. Debati u bëri tensionuar, të mbroheshin speciet unike të ishullit apo të vazhdoi tolerimi i grabiçarit pushtues. Nga fundi i viteve 1990, zgjedhja nuk mund të shmangej më. Nëse nuk bëhej asgjë, mangusta nuk do të mbetej thjesht në ishull, ajo do ta dominonte plotësisht atë. Kjo shënoi fillimin e një kapitulli të ri dhe të vështirë, në të cilin zhdukja e saj u bë vetmja mundësi reale. Që në fillim të viteve 1990, problemi ishte tashmë tepër i madh për tu injoruar. Në vitin 1993, zyrat komunale rreth Nazës filluan të kapnin mangusta dhe t'i klasifikonin zyrtarisht si faunë të dëmshme. Ky reagim lokal e shtyu Agjencinë Kombëtare të Mjedisit dhe prefekturën Kagoshima të ndërhynin dhe të kryenin studime më të gjëra. Nga vitin 1996 deri në 1999, një projekt kombëtar hartëzoi përhapjen e mangustës dhe testoi metoda të ndryshme kapje. Rezultatet ishin zhgënjyese. Kapja thjesht nuk mjaftonte. Kafshët ishin kudo. Ekipet në terren mësuan shpejt se mangustat janë shumë të përshtatshme dhe se metodat e kontrollit duhet të përshtateshin vazhdimisht. Strategjitë e kapjes duhet të ndryshonin sipas tinëve dhe nga një vend në tjetrin. Këto mësime të hershme formësuan përpjekjet më të mëdha të zhdukjes që erdhën më pas. Edhe opinioni publik filloi të ndryshojë. Fermerët që dikur i toleronin këto kafsh filluan të raportonin humbje, gjithnjë më të mëdha në bagëti dhe kultura. Kërkesa për një përgjigje më të fortë dhe më të koordinuar u rrit, pasi u bëhe qartë se përpjekjet e vogla lokale nuk mjaftonin më. Zhdukja e një specie pushtuese nuk është kurrë e shpejtë dhe as e lehtë. Historia mangustës së Amami Oshima tregon qartë se sa e gjatë, komplekse dhe raskapitëse mund të jetë një betejë e tillë. Për gati 3 dekada, përparimi vazhdoi. Ndonjëherë ecte shpejt, herë të tjera ngadalsoi shumë, por nuk ndaloi kurrë së lëvizuri drejt të njëjtit qëllim: heqjen e çdo manguste nga ishulli. Për shumë vite, lufta kundër mangustës në Amami Oshima ishte shpërndar dhe kryesisht lokale. Kjo ndryshoi në vitin 2005. Në atë vit, hyri në fuqi ligji i Japonisë për speciet e huaja pushtuese dhe ai shënoi një pikë kthese. Ministrisë së Mjedisit ju dhanë si autoriteti ashtu edhe fondet për të zgjeruar fushatën në të gjithë ishullin. Zhdukja nuk ishte më vetëm një përpjekje lokale, ajo bë politikë zyrtare shtetërore. Për ta bërë këtë të mundur, u krijua një ekip i posaçëm në terren, Amami Mongoose Busters. Që nga ai moment, fushata
hyri në një fazë të re. Përpjekja u bë më e madhe, më organizuar dhe shumë më vendosur. Ekipet punuan në përpyje, lugina dhe toka bujqësore. U vendosën mira kurthe kuti dhe kontrolloheshin çdo mëngjes. Çdo kafshë e kapur regjistrohej me detaje, përfshirë vendodhjen, datën, peshën dhe gjinin. Ky dokumentim i kujdesshëm u bë një pjesë qendrore e operacionit. Me kalimin e viteve, mira mangusta u hoqën. Çdo kapje e sillte ishullin një hap më afër i mëkëmbjes. Megjithatë, vetëm kurthet nuk mjaftonin. Terreni ishte i ashpër dhe mangustat janë të zgjuara dhe përshtaten shpejt. Shumë prej tyre mësuan t'i shmangishin kurtheve plotësisht. Si rezultat, fushata nuk u rrit vetëm në përmasa. Ajo duhet të bëhej edhe më zgjuar. Teknologjia u përfshi në përpjekje. Kamerat të aktivizuara nga lëvizja zbuluan modelet e lëvizjes dhe ndihmuan në gjetjen e kafshëve të fundit të mbetura. Gjatë viteve 2010, në mision u bashkuan qenë trajnuar posaçërisht për zbulim. Aftësia e tyre për të ndjekur gjurmët e erës doli jashtëzakonisht e vlefshme, veçanërisht në bimësi të dendur, ku kurthet shpesh dështonin. Asgjë nga këto nuk do të kishte qenë mundur pa financim afatgjat. Qeveria japoneze vazhdoi ta mbështeste programin vit pas viti, edhe kur suksesi dukej i largët. Edhe banorët vendas luajtën rolin e tyre, duke raportuar vëzhgime sa herë që vërenin diçka të pazakont. Grupet e ruajtjes së natyrës e vlerësuan këtë përpjekje si një shembull të rrallë të përkushtimit afatgjat. Për njerëzit e Amami Oshimas, fushata u bë më shumë se një projekt mjedisor. Ajo zhvillua në një mision të përbashkët për të mbrojtur identitetin e ishullit. Gjatë viteve 2010, rezultatet u bën të pamundura për t'u injoruar. Kapjet vjetore ranë nga qindra në dhjetra, pastaj në shifra njëshifrore. Në të njëjtën kohë, fauna vendase filloi të rikthehej. Fermerët nisën ta shihnin më shpesh lepurin e Amamit, një specie që dikur dukej pranë çdukjes. Në pyje, kënga e zogjve u bë më e fortë, ndërsa speciet të tjera vendase filluan të rishfaqeshin. Për herë të parë pas dekadash, ekosistemi tregoi shenja të vërteta rimëkëmbje. Megjithatë, kujdesi mbeti i domosdoshëm. Të gjithë e kuptonin se edhe një shifti vetëm riprodhues mund të zhbënte vite pune. Monitorimi vazhdoi pa ndërprerje. Ekipet vazhduan të lëviznin në përpyje. Kamrat regjistronin gjatë gjithë natës dhe qend ndiqnin çdo gjurmë të mundshme. Puna ishte raskapitëse, por askush nuk mendoi të ndalonte. Pastaj erdhi momenti vendimtar. Në prill të vitit 2018 u kap mangusta e fundit. Pas kësaj nuk pati më gjurmë të reja, as vëzhgime të reja dhe as kapje të tjera. Megjithatë, zyrtarët pritën edhe 6 vjet përpara se të shpallnin fitoren, duke mos dashur të festonin shumë herët. Më në fund, më 3 shtator 2024, Ministria e Mjedisit shpalli atë që dikur dukej e pamundur. Amami Oshima ishte e lirë nga mangustat. Mendoni çfarë do të thotë kjo? Një grabiçar i futur dekada më parë, që ishte përhapur nëpër male dhe fshatra dhe kishte shtyrë speciet vendase drejt zhdukjes, ishte eliminuar plotësisht. Shumë pak vende në botë mund të pretendojnë një arritje të tillë. Në shkallë globale, zhdukja e gjitarëve pushtues zakonisht kufizohet në ishuj të vegjël dhe të pabanuar. Amami Oshima, shtëpia më shumë se 60.000 banorëve, tregoi se ruajtja e natyrës dhe përpjekja e komunitetit mund të kenë sukses së bashku. Megjithatë, puna nuk ka përfunduar. Ligji i vitit 2005 vazhdon të jetë themeli i parandalimit edhe sot. Kontrollet e rrepta mbi importet, monitorimi i vazhdueshëm dhe programet e ndërgjegjësimit publik janë të gjitha në fuqi për të siguruar që mangustat apo çdo specie tjetër pushtuese të mos zënë më kurrë vend. Mësimi është i qartë. Një futje pakujdesshme mund të çojë në dekada përpjekjesh dhe vuajtjesh. Historia lë pas një pyetje të hapur.
A mund të ishte menaxhuar më mirë pushtimi që në fillim? Kjo pyetje mbetet, por përfundimi është i qartë. Përvoja e Mami Oshimas tregon si rreziqet e ndërhyrjes së pakujdesshme, ashtu edhe fuqinë e ruajtjes afatgjat dhe të vendosur të natyrës. Abononi në këtë kanal duke klikuar butonin subscribe së bashku me butonin e zilës që të shikoni më shumë video të tilla. Faleminderit për shikimin dhe shihemi herën tjetër.